Mallkimi i të dëmtuarit. Dhuna dhe padrejtësia sipas Islamit janë rreptësisht të ndaluara. Islami në veçanti dënon dhunën mbi të paaftët, mbi të pambrojturit, mbi të varfrit dhe jetimët, dhe mbi ata të cilët na janë lënë në besim, të cilët s'mund të mbrohen, ose kjo e drejtë u është shkurtuar. Gjithashtu, dënohet edhe çdo dhunë mbi kafshët, ndaj tyre duhet të sillemi me të butë, sepse edhe për to do të përgjigjemi. Dhuna më së shpeshti tërheq mallkimin e të dëmtuarit, madhlumit, pra zullumqarit, të cilit i është bërë, pra atij që është bërë dhunë, pra nga zullumqari quhet madhlum. Muhamedi alayhis salam thot: ruajini mallkimin të atij të cilit i keni bërë dhunë, pa drejtësi, sepse Allahu e pranon pra lutjen e tij. Në një rast tjetër pejgamberi alayhis salam ka thënë: ruajini mallkimin të dëmtuarit, sepse ndërmjet mallkimit të tij dhe Allahut s'ka kurfar perdje. Pra pranohet lutja pa perde. Lidhur me këtë, edukuesi është një shembull që ka ngjarë në mjedisin tonë. Kështu përderisa një bashkëqytetar i ynë i bëi gati ta kryejë obligimin e 5 të Islamit, haxhin, në mesin e atyre që e vizituan që edhe një i njohur i tij i cili tha: bëhesh gati për në haxh e ti më ke borxh një lop. Këtë ai e demantoi duke thënë se askujt si ka mbetur pra borxh. Miku i ofenduar atëherë i tha: dhash Zoti e mos shkofsh në haxh. Ndërkaq bashkëqytetari i ynë përsëri u nis me haxhin dhe arriti deri në afërsi gjysmë rrugë. Atje u semur dhe mbeti në spital derisa haxhin nuk u kthyen nga Meka. Ku arritën pra rrugës ku kishte mbetur pra në gjysmë të rrugës, edhe ky doli nga spitali dhe bashkë me ta u kthye në shtëpi. Atëherë kuptoi se ku qëndronte puna. I erdhi rënd, por përsëri shkoi te miku, e pagoi borxhin dhe e luti me të mirë që t'ja bëj halal. Vitin e ardhshëm përsëri u nis për në haxh dhe e kreu pa kurfar pengese. Sipas rëndësisë së saj, në veçanti dallohet dhuna mbi jetimin, i cili u drejtohet të tjerëve për ndihmë. Në kapitullin Maun, Allahu thot: e ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Ja ke parti e një atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër, po ai është që e përzon në mënyrë të vrasht bonjakun dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin. El Maun 1:3. Pra, besimtari duhet të ketë kujdes shumë dhe të jetë shumë i matur, pra dhe të mos i hyjë në hak askujt.